Prokuroria themelore në Prizren ka dalë me komunikat pas aksionit për dyshimet për manipulim të votave, i cili rezultoi me 109 persona të ndaluar që kryesisht kanë shërbyer si komisioner në numërimin e votave. Prokuroria tha se ata janë ndaluar për 48 orë dhe tha se brenda afateve ligjore do të vlerësoj parashtrimin e kërkesës për sigurimin e prezencës së të pandehurve në procedurë. Ata ngarkohen me këto vepra penale: falsifikimi i rezultateve të votimit nga neni 216, kanosja nga neni 181, dhënia ose marrja e rishfetit në lidhje me votimin nga neni 212 të KPRK-s. Me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar për 48 orë 109 persona. Në aksionin që u përshkrua si më i madh ndonjëherë në Prizren për nga numri i të ndaluarve, u angazhuan 4 prokurorë dhe 200 zyrtarë policor.